Andaj mos thuaj jam lut shumë. Ke fitu shumë. Nëse e lut pak. Po që 50 për lutna, pak është. Tani jetën më lut, ti e të fitu. Çka me bo kur lutemi shumë, por s'na plotësohet lutja, s'na plotësohet kërkesa. Të ndëruar, në këtë pyetje ka dy probleme. Kjo është pyetje që jo rrëdhër bëhet. Hoqë jam lut, po s'po më përgjigjet Allahu mu. Nuk më është plotësu kërkesa. Nuk më është kry nevoja që e kom pas. Dhe fillon me e kontestu lutjen, me e kontestu fuqin e komunikimit me Allahun te bareku teala, fillon me e kontestu madje arsyeshmërinë e lutjes, pse mu lut kur Allahu nuk përgjigjet. A është ky pretendim i sakt? Për shembull, kur thot lutemi shumë edhe s'plotësohet kërkesa. Nuk do kemi dy çështje, dy pretendime. Po lutem shumë edhe nuk plotësohet kërkesa. Në rregull. Ky pretendim që është në këtë pyetje, a është i qëndruar shumë fetarisht? Ta shohim. Kur thua lutemi shumë, me çfarë standarde ke marrë që e lut shumë? Për shembull, nëse dikush lutet 10 herë, a shumë? Nëse dikush lutet 15 herë, kur është shumë, kur është pak? Ndaj, nuk duhet ne asnjëherë në aspektin e lutjes ndaj Allahut te bareku të vendosim kur është mjaft e kur nuk është mjaft. S'mundemi ne, nuk jemi ne ata që mund ta bëjmë këtë. Është Allahu azza wa jall ai që vendos kur ka më u përgjigj. Andaj ne lutemi. Edhe kur nuk themi shumë u bë. Nga në momentin kur themi shumë u bë, ne rrezikojmë që të na refuzohet lutja. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam, në dërguar jon Muhamedi asum ka thënë: "Yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil." Allahu i përgjigjet lutjes së juaj nëse nuk nxitani. Mos u gut. E kur i bën më gut, çështë kur thoj, shumë jam lut. Ku e din ti shumë? Andaj po thot pejgamberi, mos u gut, ti Allahun lutë. A mos u shumë. Mos u gut e kur vjen përgjigje, e din Allah i manduar. Ti robi Zotit, ti kënoj për Allahun xhallahu ala, lutë Allahun xhallahu ala. Mirë, lutesh 10 herë, 15 herë, nuk të vije përgjigje që ti mendon. Këto 10 herë a kanë shku hoq? A janë investimi kot? Jo, nga se në çdo lutje ti Allahun e ka adhuru. Allahu lutjen tënde drejtuar atij për kërkesat e tua e ka pranuar si adhurim. Dhe për çdo adhurim Allahu shpërblen, me këtë shkon në xhenet. Të mund ti u pranu lutja, su pranu të ti e fitimtar. Apo je fitimtare. Ti ke fitu me lutje, pavarësisht plotësimit të kërkesës. Veç lutja, kush e lut Allahun e manduar, ashtu që Allah ka kërku, me lut veç Allahun e manduar, me lut me sinqeritet, me përkushtim, me përulje, me bindje, ti ke fitu, shumë ke fitu. Madje shpesh herë ke fitu ma shumë se vetë plotësimi i kërkesës. Prandaj, kur në kup, e kur e të fitu shumë, kur stot, shumë jam të fitu, sot kërkush stot. Njërës fitojnë sa ma shumë. Andaj nuk i thuhet se vapit shumë. Nuk i thuhet mundësis me fitu gjenet në Allahut shumë kom fitu. Jo se nuk din të Allah që ka shumë. Ason në asaj as kërkush. Andaj më stuj jam lutë shumë. Ke fitu shumë. Nëse e lutë pak. Po që 50 për lutëna, pak është. Ta njetën më lutë, ti e të fitu. Dhe mos në nëzitot ti rezultatin, mos vendos ku fitin lutje, edhe s'po plotësohet kërkesa. Ku e din që tu ka plotësohet kërkesa? Kërkesa që ti e ke lutë Allahun xhallahu ala, është e jotja. Ti nuk e din, a është e duhur apo jo. Ti mendon se është e duhur, unë mendoj se është e duhur. Çfarë kemi pas kërkesa që kemi menduar se janë të duhura, pastaj na është bërë qartë se valla më mirë ku ka qenë që s'u plotësohet. Më mirë. Dhe Allahu e din çka është për ty më do bësh më e mirë. Nështë kërkesa që ti e ke bëu sta plotson, i po në vend saj një fatkeqësi të madhe pe te e largon, që ai e din e ti nuk e din. Tarun për të gjykimet, ndonjëja kërkesë edhe mos më plotësu s'hum shumë. Pak diçka, ndoshta ndihesh keq ose një problem i caktuar, po te kalohet. Më me tarut Allah për xhenet, është shumë e madhe në rrugë.